Sezoni turistik duket se nis më herët këtë vit, prandaj edhe përgatitjet shihen kudo në zonën e plazhit. Kontratat me agjenci të huaja janë lidhur prej kohësh. Menaxherët e hoteleve thonë se që në muajin prill pritet ardhja e grupeve të para me turistë të huaj. Për sa i përket turistëve, mendoj që turistët që vinë këtu, pavarësisht se janë në paketat all inclusive që i kanë të gjitha të përfshira, po prapë kanë edhe aksesin, po prapë kanë edhe detyrimin që të shpenzojnë më shumë se sa paketat që kanë marrë në hotel. Në pikun e sezonit turistik, duket se do të jetë vështirë për të gjetur dhomat e lira, pasi muaj korrik dhe gusht nuk kanë më hapësira për rezervime. Pjesa e rezervimeve fillon që në prill këtë vit, duke nisur me grupet e francezëve dhe gjermanëve, në krahasim me vitet e tjera që nuk kanë qenë këto rezervime. Pastaj duke shkuar në muajt që kap edhe kulmin e sezonit, që është korrik gusht, që le të themi në hotelin e plot dhe nuk kemi më hapësira të tjera për rezervime. Shumica e hoteleve cilësore në zonën turistike nga Durrësi deri në Qerret, në një vijë bregdetare mjaft të gjatë, po aplikojnë për paketat all inclusive, ku turistët e huaj kanë parapaguar ushqimin, akomodimin, aksesin në plazh dhe spa center. Ajo që vihet të re gjatë 2 viteve të fundit në këtë zonë është edhe rritja e ndërtimeve të reja, pasi ka një kërkesë të lartë agjencive të huaja turistike për bregdetin shqiptar.